Placa dhe Jo vetëm dhe, po edhe lëndë brenda programit studimit. Edhe brenda programit që do marrim një shembull. Ai është problem edhe më i brendshëm, se shpesh herë nëpër universitete kurrikulat janë bërë duke u fokusuar te pedagogët dhe jo te studentët. Dhe jo te tregu. Po është e vërtet. Atëherë drejt dorës. Eriko, ta dëgjojmë çik Anën dhe pastaj më një herë ti, se më pëlqeu ajo që nise. E kuptova çfarë do thosh. Që të jemi të sinqertë, për herë të parë ne kemi edhe pse i vonuar, kemi një dokument të politikave që në fakt do që të arrijë standardet e BE-s. Ka vizionin, ka dhe strategji për të arritur. Injekton BE-ja këtë, apo e... Unë mendoj që po, patjetër të gjitha dokumentat që po prodhohen. Edhe për kaq faleminderit BE-s, domethënë. Një nga kapitujt që po do diskutohet është arsimi. Sepse për herë të parë artikullon... Një sekond, që ta kuptoj. Jo, e kuptoj. Unë e kam pas ditë me kohë që po të vjen puna për këta të lënë të vëtgordësh. Po, domethënë, duhet të themi faleminderit, thank you USA edhe BE, domethënë. Se besa kuptohë? Eksakt, që të afrohet me standardet. Po pra, se tani më ra në mendje që mund të ketë qenë pjesë e matricës. Atëherë për të afruar me standardet... Një ditë sa, du të thënë, u zgjuan edhe më falë tani se po të ndërpres 2 herë, do t'i japim ca lekë arsimi, se ju hap barku për arsimin këta, e kupton? Jo, dhe strategjia, kjo do më të në arsimi sot nuk kanë më nevojë të ndërtohet me strategji dhe me dokumente. Në fakt do një faturë financiare të kripur. 11 milion, vërtet si që ta kolegu, janë më mirë se zero, por në fakt nuk do të ndikojnë drejt për së drejti aty ku duhet të shkojnë këto para. Ne nuk mund të kemi, atëherë në të gjithë këtë plan flitet për matjen e performancës së stafit akademik. Deri tani të paktën atëherë, të paktën ata që punojnë në institucione në akademike jo publike, kanë u matet performanca dhe ka indikator të matshëm. Ne nuk na mungon as performanca, as indikator. Në fakt, na mungon statusi ekonomik i pedagogut. Unë kam kolegët e mi dhe sinqerisht, në momentin që unë dua të bëj një artikull shkencor, dhe ky artikull varet, pagesa për këtë artikull varet nga rankimi që ka ky artikull, dhe unë duhet të mbledh familjen të shikoj nëse ka mundësinë financiare që unë të rritem pra të bëj karrierë akademike. Po kur ti i bën artikujt edhe dorëzon dosjen për të marrë titull edhe ata thonë që nuk më pëlqen artikull. Do t'i marri me radhë, patjetër. Pra, unë e bëj dhe këtë sakrificë. Ti argjon lekët, argjon edhe 10.000 euro për të bërë dosjen, dhe kur e dorëzon dosjen atje thonë s'm pëlqen artikulli. Ne nuk mund të... Se si pëlqen artikulli? Nuk e ken linjë me... Se nuk e ke cituar atë, profesorës. Me linjën editorial. Një sekundë, se këtu e pash edhe në vendimet unë, që ekziston ideja që ai mund ta kthej atë në kuptimin, por ajo do të jetë automatikisht nëse ti ke përmbush kriteret, se po e botova jashtë. Kush është ky profesor këtu që po e kërkon? Shqyr pra që dole aty ku duhet. I kam bërë email kryeministrit, vetë personalisht i kam thënë zotëri, aplikimet të bëhen te Albania. Aplikimet për titull shkencor të bëhen te Albania. Kush plotson kriteret automatikisht 1 2 3 4 5 merr titullin shkencor. Çfarë tha kryeministri? S'ka përgjigje. Mirë, lexone. Dhe përveç kësaj, ky 11 milion euro nuk merret vesh se do shkoj për databeza shkencore, do shkoj për kurrikula, do shkoj për laborator. Për STEM-in. Një sekond.